E nderuara kryetare e Kuvendit dhe ushtruesit e detyrës së presidentes zonja Albulina Haxhiu, nderuar kryeministër, të nderuara presidente Vjosa Osmani dhe zonja Jahjaga, të nderuar mysafir nga ambasada amerikane, Emily dhe Rita, nderuar shqiptar dhe Maçi, zonja Shukrie Ramadani, të nderuar familje të dëshmorëve, invalidëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar deputet, zonja dhe zotni. Padyshim se një ndër vlerat dhe traditat më të larta të kombit shqiptar, të trashëguara brez pas brezi, është mirënjohja, falënderimi dhe vlerësimi për miqtë tonë që kanë qenë me ne në kohë të vështira, po edhe në kohë të mira. Sot, në këtë seancë përkujtimore, solemne, të iniciuar nga generali Ramush Haradinaj, vetëm për e bëjmë një vlerë që e kemë si këmbë. Për falenderojmë një burr të madh të kombit amerikan, një amerikan që me të vërtet u bë më shqiptar se shqiptari në mbrojtje të drejtave tona në vitet më të vështira. Pra sot, Kuvendi i Republikës Kosovës po bën një akt të rëndësishëm shtetëror dhe historik, duke mbajtur këtë seancë të veçantë përkujtimore në nder e respekt të kongresmenit amerikan Eliot Engel. Ky është më shumë se një moment kujtese. Është një shprehje e qartë mirënjohjes sonë si shtet, si kuvend, për një njeri që qëndroi me popullin e Kosovës në kohët tona më të vështira dhe në kohët më vendimtare të historisë sonë. Rruga jonë e drejtë për liri e pavarësi dihet është ndërtuar me shumë sakrifica, mbi sakrificën e popullit tonë, por edhe mbi mbështetjen e fuqishme të miqve tonë të botës lirë në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë histori, kongresmeni Engel e zën vendin e vet të veçantë, që nga vitet e represionit, ai ishte ndër zërat më të fuqishëm në Kongresin e Shtetit e Bashkuara të Amerikës, duke ngritur vazhdimisht çështjen e të drejtave të shqiptarëve. Ai mbështeti fuqishëm lirinë, ai mbështeti fuqishëm ndërhyrjen e NATO-s, duke kontribuar në ndaljen e tragjedisë dhe në hapjen e rrugës së vendit tonë drejt lirisë. Pas luftës, ai vazhdoi të jetë përkrahas i palkundur i Kosovës në procesin e pavarësisë dhe shtetëndërtimit, si dhe në afirmimin e saj ndërkombëtar dhe marrjen e shumë njohjeve ndërkombëtare. Kongresmeni Engel nuk ishte vetëm një aleat politik, ai ishte një mik i sinqert, i vërtet, i shqiptarëve dhe një zoj fuqishëm i lirisë. Nderuar deputet, në këtë rrugtim historik, një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm ka luajtur edhe lobi shqiptar-amerikan, vëllezërit dhe motrat tona që jetojnë në SBA. Nga kjo foltore, shprehim mirënjohjen tonë të thellë për shumë prej tyre. Shprehim mirënjohjen për zotin Gjimxhema, Hari Bayraktari, Rustem Gecaj, shoqatën Vatra e udhëhequr nga Elmi Berisha, për gjeneratën e re të shqiptar-amerikanëve, të cilët janë duke e trashëguar punën e madhe që e ka bërë komuniteti shqiptar-amerikan në SBA, të cilët për dekada me radhë kanë ndërtuar, mbajtur dhe forcuar lidhjen ndërmjet Kosovës dhe Amerikës.